Letra drejtuar Filipianëve. Kapitulli 1. Përshëndetje. Pali dhe Timoteo, shërbëtorët e Krishtit Jezus, të gjithë shenjtërve në Krishtin Jezus që janë në Filipe me mbikëqyrës dhe me diakon. Paçi hire paçe prej hyjit të Atit ton dhe prej Jezu Krishtit Zot. Falenderim dhe urat. Gjithmonë sa herë më bie ndërmend për ju, e falenderoj hyjin tim. Gjithherë e në çdo urat që them, lutem me gëzim për ju të gjithë, për arsye të pjesëmarrjes tuaj në përhapjen e Ungjillit, qysh prej ditës së parë e deri tani. Dhe jam plotësisht i bindur se ai që në ju e filloi veprën e mirë, ai edhe do ta kryej deri në ditën e Krishtit Jezus. Dhe është e drejtë të kem këtë ndjenja për ju. Për të vërtetë, unë ju mbaj në zemrën time, sepse ju të gjithë jeni pjesëtarët e hirit tim, e në prangat të mia, e në mbrojtje e në përforcim të Ungjillit. Po, hyjin e kam dëshmitar se ju dua pa mas të gjithëve me dashurinë e Jezu Krishtit. Dhe ja, për çka lutem, që dashuria juaj të shkojë duke u rritur për herë më fort në njohuri e në kuptim të plot, që të mund të dalloni çka është më e mirë, që të jeni të pastër si dielli dhe pa far të mete për ditën e Krishtit, plot me fryt drejtësie që vjen nëpër Jezu Krishtin, për lavdi e nder të hyjit. Situata e palit. Dëshiroj, vëllezër, ta dini këtë gjë. Të vështirat që më ngjan ndihmuan shumë më tepër në përhapjen e Ungjillit, sepse në mbar pretoriumin e gjithkund gjetiu, u mor vesh se gjendem në pranga për shkak të Krishtit, dhe shumica vëllezërve e trimësuar në Krishtin për shkak të prangave të mia, gjithnjë më tepër merr guxim ta shpall pa frikë fjalën. Një mend disa e predikojnë Krishtin të shtyr prej smirës e prej rivalitetit, por disa tjerë prej qëllimit të mirë. Këta veprojnë me dashuri. E din se unë gjendem këtu për arsye të mbrojtjes së Ungjillit, kurse ata e shpallin Krishtin të shtyr prej rivalitetit. Qëllimet e tyre nuk janë të pastërta. Mendojnë se kështu do t'i bëjnë më të vështira prangat e mia. Ani çka ndoll? Asgjë tjetër veç se predikohet Krishti, qoftë për qëllime të tjera, qoftë me çiltëri. Kësaj gjë i gëzohem dhe do t'i gëzohem, sepse e di se në saje të lutjeve tuaja dhe të ndihmës së shpirtit të Jezu Krishtit, kjo do të më vlej për shëlbim, sikur se pres me dëshirë të flaktë dhe shpresoj se nuk do të turpërohem për asgjë, por se me guximin tim të plot, si gjithmonë, ashtu edhe tani, Krishti do të madhërohet në trupin tim, si në jetofsha, si në vdisësha. Vërtet, për mua Krishti është jetë dhe vdekja fitesë. Por në qoftë se jeta në trup më mundson një veprimtari frytdhënëse, çka atëherë të zgjedh? Nuk po di. Jam ndër dyzash. Dëshiroj të shkoj e të jem me Krishtin, sepse kjo është gjë shumë, shumë më e mirë, por të jetoj në këtë trup është më e nevojshme për ju. Për tani e di se do të mbetem dhe do të rri në mesin tuaj, për përparimin tuaj e në gëzim të fesë, që mburja juaj për mua në Jezu Krishtin të shtohet, kur përsëri të vi ndër ju. Lufta për fe. Ju veç jetoni në mënyrë të denjë të Ungjillit të Krishtit, që kur të vihet ju shoh, ose larg prej jush kur të dëgjoj për ju, të ndjej si jeni të qëndrueshëm në një shpirt dhe se një zemër e luftoni të gjithë së bashku për fenë e Ungjillit, pa far frikë të armikut. Kjo gjë është shenja paralajmëruese e dënimit të tyre dhe e shëlbimit tuaj. Dhe kjo vjen prej anës së hyjit, sepse juve hyji ju dha hirin të shërbeni Krishtit, jo vetëm duke besuar në të, por edhe duke pësuar për të, duke bërë po të njëjtën luftë që pat se bëra unë, dhe që dëgjoni se e bëj edhe tani. Kapitulli 2.
Bashkimi me përvujtëri. Nëse pra vlen gjë ngushëllimi në Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesëmarrja në shpirtin shenjtë, nëse vlen gjë zemra e dhimbshme, atëherë ma plotsoni gëzimin. Jetoni në marrëveshje, kini të njëjtën dashuri, jini një zemre, një mendimi. Mos bëni asgjë për krye lartësi, as për mendje të madhe, por me përvujtëri mbani njëri tjetrin më të madh se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e tjerëve. Kini në ju po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyi, barazin e vetë me të, nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të, por ja mohoi vetvetes. E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, dhe për ka pamja jashtme, dukej vetëm njeri. E përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë, dhe çdo gjuhë të dëshmojë: Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Si pishtar në botë. Kështu pra, të dashurit e mi, ju që ishit gjithmonë të dëgjueshëm, jini jo vetëm në pranin time, por shumë më tepër, tani që nuk jam më pran jush. Punoni me frikë dhe me drojë të madhe për shëlbimin tuaj. Sepse hyj është ai që, simbas mirësisë së vet, ndikon në ju e të doni e të veproni. Bëni gjithçka, pa murmurime, pa vonesë, që të jeni pa të meta dhe të pastër, fëmijë të panjoll të hyjit në midis të kësaj breznie të prishur e dinake, në të cilën ndriçoni por si pishtar në botë, duke e mbajtur lart fjalën e jetës, që të mund të mburrem në ditën e Krishtit, se nuk kam vrapuar kot dhe nuk jam munduar kot. Mu përkundrazi, edhe në qoftë se duhet që gjaku im të derdhet si fli njomse e shërbesës hyjnore për fenë tuaj, jam i kënaqur dhe galdoj bashkë me ju. Po ashtu edhe ju gëzohuni dhe galdoni bashkë me mua. Misioni i Timoteut dhe Epafroditit. Shpresoj pra në Zotin Jezus, se së shpejti do ta dërgoj të ju Timoteun, që të kënaqem edhe unë kur të marr vesh për gjendjen tuaj. Dhe një mend, s'kam askën tjetër që të na përkojnë shpirtrat që pa u kursye të kujdeset për ju, sepse të gjithë tjerët kërkojnë interesin e vet, e jo atë të Jezu Krishtit. Dhe ju e dini se ky e ka vërtetuar ndershmërinë e vet në çdo pikpamje, mbasi si fëmia me tan, ka shërbyer bashkë me mua në përhapje të ungjillit. Këtë pra shpresoj se do ta dërgoj posa të shoh se si do të marr puna ime. Por jam i bindur në Zotin se së shpejti do të vi edhe vetë te ju. Ndërka që çmova të nevojshme ta dërgoj te ju Epafroditin vëllan, bashkëpunëtorin dhe bashkëluftëtarin tim, që ma patët dërguar të më ndihmojë në nevojë të mia. Po e dërgoj sepse kishte dëshirë të madhe të shihej me ju të gjithë, dhe vuante si ju kishit marrë vesh se është i sëmur. Edhe vërtet, që i sëmur për vdekje, por se hyi pati dhimbje për të, dhe jo vetëm për të, por edhe për mua, që të mos kisha trishtim mbi trishtim. Prandaj e nisa shpejt e shpejt, që kur ta shihni përsëri, të gëzoheni dhe edhe unë të kem më pak trishtim. Bëni pra në Zotin një pritje vërtet të gëzueshme dhe çmoni fort njerëzit e tillë, sepse për veprën e Krishtit përpaksa s'vdiq. Jetën e vet e vuri në rrezik për të plotësuar atë që ju s'mund të bënit për shërbimin tim. Kapitulli 3. Udha e vërtet e shëlbimit. Përndryshe, vëllezërit e mi, gëzohuni në Zotin. T'ju shkruaj të njëjta gjëra unë nuk e kam vështirë,
kurse për ju është përforcim. Ruanu prej qenve, ruanu prej punëtorëve të këqij, ruanu prej rrethprerjes gjymtuese, sepse ne jemi të rrethprerët e vërtet, ne që në shpirtin e hyjit kryejmë shërbesen hyjnore dhe mburemi në Krishtin Jezus dhe nuk shpresojmë në trup. Megjithatë, unë do të mund të shpresoja edhe në trup, sepse në mendoft ndokush se ka arsye të shpresoj në trup, unë edhe më tepër. I rrethprerë të 8 ditë, Izraelit me kombësi, nga fisi i Benjaminit, hebrej prej hebrejnsh, sipas ligjit farise, përka zeli, salvues i kishës, e përsa i përket drejtësisë asaj të ligjit, i patë met. Por të gjitha këto që i mbaja si përparësi, tani i çmoj si një bjerrje për shkak të Krishtit. Madje unë çmoj gjithçka si dëm në krahasim me më të madhen të mirë, me njohjen e Jezu Krishtit Zotit tim. Për të kam bjerë çdo gjë dhe të gjitha i çmoj si llom, me qëllim që të fitoj Krishtin dhe të gjendem në të, jo me drejtsinë time, me atë që vjen nga ligji, por me atë që vjen nga feja në Krishtin, me drejtsinë që vjen nga hyji, e themeluar në fe, që ta njoh atë dhe fuqinë e ngjalljes së tij, me pjesëmarrjen në vuajtjet e tija, që të bëhemi ngjashëm me të në vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund t'i arrijë ngjalljes së të vdekurve. Vrapimi drejt qëllimit. Jo sikur se t'ja kisha arritur, as sikur se të isha bërë i përsosur, por vrapoj që në ndonjë mënyrë të mund ta zë, sepse edhe vetë kam qenë zënë për i Krishtit Jezus. Vëllezër, unë nuk mendoj si ja kam arritur, di vetëm kaq. Harroj çka kam lënë pas dhe zgjatem drejt të së ardhmes. Sulem drejt qëllimit, drejt shpërblimit të thirrjes qiellore të hyjit në Krishtin Jezus. Ne pra, që ja kemi arritur pjekurisë, ta kemi në mendje këtë gjë. Po, nëse e mendoni ndryshe, shikështu hyji do t'ju azbuloj. Ndërkaq, prej asaj pike ku kemi arritur, të vazhdojmë të përparojmë asaj hullije. Më përngjani mua, o vëllezër, dhe vërejni ata që jetojnë simbas shembullit që keni në ne, sepse sikur se ju kam thënë shpesh herë, e tani po ju a them me lot përfaqe. Shumë jetojnë si armiq të kryqit të Krishtit. Mbarimi i jetës së tyre është dënimi. Hyji i tyre është barku dhe lavdia tyre në trup. Ata mendojnë vetëm gjërat toksore, kurse adheu ynë është qielli, nga presim se vjen si shëlbues Jezu Krishti Zot. Ai do ta shëndëroj trupin ton të mirë në një trup të ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, në saje të pushtetit që ka të nënshtrojë në sundimin e vet gjithçka. Prandaj, vëllezërit e mi të dashur, që aq fort ju kam për zemër, gëzimi dhe kurora ime, kështu pra, qëndroni të fort në Zotin. Kapitulli 4. Porosit e fundit. E porosis e vodin dhe e përbetoj Sintikën të jetojnë në përkim në Zotin. Po të lutem edhe ty, shok i dashur, ndihmoju sepse ato luftuan bashkë me mua për Ungjil, së bashku me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi, emrat e të cilëve gjenden në librin e jetës. Gëzohuni gjithmonë në Zotin. Rishtas po ju them, gëzohuni. Mirësin tuaj le ta njohin të gjithë njerëzit. Zoti është ngjat. Për asgjë mos u shqetësoni, por gjithçka, me lutje dhe me urata të përcjella me falënderim, paraqitni hyjit nevojat tuaja. Dhe paqja e hyjit që është më e vlefshme se mund ta mendojmë, do t'i ruaj zemrat tuaja dhe mendimet tuaja në Krishtin Jezus. Së fundi, o vëllezër, mundohuni të keni për zemër gjithçka është e vërtet, gjithçka është e ndershme, gjithçka është e drejtë, gjithçka është e pastër, gjithçka është e shenjtë, gjithçka është e denjë për dashuri, gjithçka është e denjë për lavdi, gjithçka është virtyt.
çka keni mësuar, çka keni marrë, çka keni dëgjuar dhe parë në mua, atë bëni, dhe hyji që jep paqen do të jetë me ju. Falenderim Filipianëve për ndihma. Tezve jam gëzuar në Zotin, pse kujdesi juaj ndaj meje mundi së fundit të lulëzoj. Vërtet, ju edhe më parë keni menduar të kujdeseni për mua, por nuk keni pasur rast. Nuk po them kështu për arsye të skamit, sepse ju e dini se unë jam mësuar të jemi kënaqur me aq sa kam. Ditë jetoj në skam dhe ditë jetoj në pasje. Jam mësuar gjithësi dhe për gjithçka. Të ngihem e të jemi uritur. Të kem mjaft e të kem pak. Gjithçka mundem me ndihmën e atij që më jep fuqi. Por prap se prap është bukur për ju që morët pjesë në nevojën time. Po edhe ju, o Filipian, e dini mirë se në fillim të predikimit të ungjillit kur u nisa prej Maqedonisë, asnjë kish nuk më dha gjë lidhur me të dala e të marra, përveç ju të vetmit. Madje edhe në Selanik, kur isha në nevojë, më dërguat ndihma 1 herë e 2 herë. Jo, nuk pranoj dhurata, por kërkoj fryt të begatshëm në dobin tuaj. Kam gjithçka më duhet, madje edhe për së tepërmi. Jam plot me çdo të mirë që mora prej Epafroditit, çka ju më dërguat, ere mirë, fli e rëndshme që I pëlqen hyjit. Dhe hyji im do të plotsoj çdo nevojë tuajën me begatinë e vet, për mrekulli në për Jezu Krishtin. Hyjit atit ton I qoftë çdo lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Përshëndetjet e fundit. Përshëndetni çdo shenjtë në Jezu Krishtin. Vëllezërit që janë me mua ju bëjnë të fala. Ju bëjnë të fala të gjithë shenjtërit, sidomos ata që janë të pallatit të Perandorit. Hiri I Zotit ton Jezu Krishtit qoftë me shpirtrat tuaj.